Një aksident automobilistik ka ndodhur mesditën e kësaj të premteje në hyrje të Vlorës. Siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga televizioni 6+1 Vlora, në këtë aksident janë përfshirë 2 automjete. Një mjet i llojit Ford dhe një tjetër Nissan, që janë aksidentuar mes tyre në segmentin që lidh aksin transballkanike me autostradën e Vlorës. Sipas informacioneve nga policia e Vlorës, për shkak të përplasjes, drejtuesi i automjetit, por edhe pasagjeri, kanë marrë plagë të lehta dhe janë dërguar në Spitalin Rajonal të Vlorës për mjekim. Plagët të cilat kanë marrë në fytyrë dhe trup kryesisht janë të lehta dhe të dy këta persona konsiderohen jashtë rrezikut për jetën. Sipas burimeve nga policia e Vlorës, shkaki i aksidentit ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara në këtë segment rrugor. Gjithashtu, sipas burimeve të policisë, ka ndikuar edhe prezenca e lagështisë në rrugë, çka ka bërë që drejtuesi i mjetit të humbë drejtimin dhe më pas të godas një tjetër mjet aty pranë. Ndërkohë, policia ka mbërritur në vendngjarje duke kryer kthyrjen e vendit të ngjarjes, si dhe duke mbledhur të gjitha provat për të bërë të mundur dokumentimin dhe zbardhjen e këtij rasti. Në qytetin e Vlorës, veçanërisht në ditët me reshje shiu, tepër e rëndësishme është që të ketë prezencë të shtuar të policisë rrugore. Në ditët me shi, fluksi i automjeteve shtohet tepër, duke bërë që qarkullimi në qytet të rëndohet. Por jo vetëm kaq, mjetet të cilat nxitojnë për të shpëtuar nga trafiku dhe përfundojnë të aksidentuara përgjatë segmenteve rrugore. Mjetet që shkaktojnë aksidente rrugore me dëme të konsiderueshme materiale, por shpesh edhe me të lënduar. Prezenca efektivëve të policisë do të ndihmonte tepër në lehtësimin e trafikut, por edhe evidentimin dhe ndëshkimin e abuzuesve të shpejtësisë.